Procesi i votimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit vijon, ndërsa deri më tani, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kanë bërritur 151.192 zarfe me fletë votimi. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ, janë 225.701 zarfe të marra nga zgjedhësit, ndërsa në total janë 245.935 zarfe të dërguara. Janë 20.234 zarfe me fletë votimi ende të patërhequra nga votuesit. Numrin më të lartë të kthimeve mban Italia me 65.361, ndjekur më pas nga Greqia e më pas nga Gjermania. Sipas qarqeve, kryeson Tirana me 35.389 zarfe, Fieri me 19.414 dhe Durrësi me 17.409. Sipas KQZ-s, posta DHL ka detyrimin që të mbajë në zyra zarfet që nuk ka mundur të adërzojë votuesve dhe që votuesit nuk kanë mundur t'i tërheqin deri më datën 8 maj. Çdo votë që mbërrin në Shqipëri në datën 11 maj pas orës 19 do të konsiderohet e pavlefshme. Vendi i caktuar për administrimin e këtij procesi është Pallati i Sportit, pranë Parkut Olimpik Tiranë. Zgjedhësit e njësisë administrative numër 10, Tiranë dhe të Bashkisë Vorë, në zgjedhjet e datës 11 maj do të votojnë përmes pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit. KQZ ka vendosur qendra informimi ku qytetarët do të mund të testojnë dhe të familiarizohen në mënyrën e votimit. Pozicionet ku janë vendosur këto pajisje janë pranë zonave ku do të votohet me anë të pajisjeve elektronike. Në Tiranë janë të vendosura nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 19 në rrugën Myshlumshyri pranë Agjencisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, në rrugën e Durrësit në krye të rrugës së Ambasadave, në rrugën e Kavajës, në krah të Prefekturës Tiranë. Ndërsa në Vorë, pajisjet për votimin elektronik janë vendosur në rrugën Demokracia dhe në ditët në vijim do të jenë të lëvizshme në Prezë dhe Bërzull.